Rritjet të ndotjes së ajrit ditëve të fundit kanë vërejtur qytetarët e Prishtinës e të Obiliqit dhe si shkaktari konsiderojnë termocentralet dhe rrymimet e ajrit. Fajktër Holli, banor i fshatit Mazget të Obiliqit, tha se javën e fundit tymtarët e Kekut po ndotin më shumë se zakonisht. Kohëve të fundit ka qenë pak e përmirësuar gjendja, nuk ka pas kaq shumë tym përzirë me plërë, domethënë. Tash kohëve të fundit që një javë tutje do më po vazhdon kështu në këtë mënyrë. E Muslimieku shpreh se ndotja po shkaktohet edhe nga moti i nxehtë. Mu merr për shembull sikur sot që është dita shumë e nxehtë, shumë zhega, që duhet me kompakt ndotja më shumë. Po tash për me fol për ndotje duhet me bëu analiza. Që ato analiza na nuk mund i bëjmë. Megjith Krasniqi nga Breznica e Obiliqit theksoi se niveli qendror i pushtetit nuk po adreson problemin e ndotjes nga termocentralet në Obiliq, e si rrjedhoi po e pësojnë qytetarët. Ka probleme çdo herë, varësisht prej sezonave, po probleme ka çdo herë për shkak të ajrit. Nuk u ndërmarr komedi sa për nivelin qendror që sidoqoftë të eliminohen disa sa më pak spaku. Po kryesisht në sezonin e vjeshtës ma shumë se ka erna, ka ma shumë vrehen, po vrehen edhe në shëndetin e njerëzve, ndikon direkt në shëndetin e njerëzve, në fakt për ka ajri si komuna me ndotur në shtetin e Kosovës. Kështu që dash zoti që ndërmirët diçka që spaku të eliminohet sa ma shumë. Në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik thonë se ndotja nuk shkaktohet vetëm nga tymi që nxjerrin ogjaqet e Kekut. Në një përgjigje nga ky institut theksuan se ndotja më e madhe e ajrit është gjatë dimrit, mirëpo edhe në këtë kohë ka burime të shumta të ndotjes. Edhe pse ndotja e ajrit është më e theksuar gjatë muajve të ftohtë, burime potenciale të ndotjes vazhdojnë të jenë prezente edhe në këtë periudhë. Ndërto përfshihen trafiku rrugor i pa kontrolluar, djegja ilegale mbeturinave, ndërtimet e vazhdueshme pa kontroll, pluhuri nga rrugët e papastra, aktivitetet bujqësore dhe industriale. Lidhur me ankesat e qytetarëve, Korporata Energjetike e Kosovës nuk ka kthyer përgjigje që nga e hëna.